Si e ke emrin? Desidula. Cili është ushqimi yt i preferuar dhe pse? Pizza s'është e mirë. A shkon në shkollë? Jo, Pse nuk shkon në shkollë? nuk kam kushte. Nuk di të shkruash dhe të lexosh? Jo. Nuk e shkuar as në klasën e parë? Shkova deri në gjysmë e bëra dhe E le. Po pse e le? nuk kam kushte. Çfarë kushtesh nuk? Libra, çanta, silolaps, kam mërsha të shoqet. Çfarë të pëlqen të bëhesh kur të rritesh? Pauker, Nëse do shprehje një dëshirë, çfarë është ajo? pra të vi motra. Tani ku është motra? Në Gjermani. Sa kohë ke pa e parë? Që hiku, që u martua, që hiku. Nuk e pash. Sa vjeç është martuar motra? 15. Po sa kohë ke që jeton me gjyshen dhe me gjyshen? Ato më rritën mua. Po mami ku? Hiku në punë të kaknaqit. Edhe mami këtu jeton? Po. Nuk keni ardhur. Kemi shumë. Je lumtur që ka ardhur? Po. Ne nuk rishim këtu, kishim turës shtëpi, edhe ato ishim me nga Marina dhe pikoshte edhe erdhën për tuja. Keni jetuar në Durrës? Po ku në Durrës? Në urë, të urë, po. Po mami me babin çfarë bën? Babi ishte pishte ante haqoshte lekët, edhe mami ishte të puna, unë rishta me motrën e me vlaj. Po mami çfarë punë bën? Ishte kanaqet edhe shkoshte lashte hotelet. Ndërsa babi? Babi ashtu punoshte ai dhe pishte. Ti do që të shkosh atje? Jo, Je më mirë. po. Me kë kënaqesh më shumë? Me çunat e dajs, lozë, me shoqet. Po çunat e dash shkojnë në shkollë? Jo, Po shoqet e tua shkojnë në shkollë? po. A do që të martohesh ndonjëherë? Po. Në çfarë moshë? 20. A do që të kesh fëmijët e tu një ditë? Po. Sa fëmijë do që të kesh? Një, Dhe çfarë do që të jetë? çunë. Çfarë do që të kisha? Ndosha, kukla, roba. Dhe kisha dhënë veç.